OSBE ODIHR ka nisur misionin e saj për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri, ku do të angazhojë 26 vëzhgues afatgjat dhe 300 të tjerë për një periudhë më të shkurtër, të cilët do të mbërrinë disa ditë para zgjedhjeve. Ky mision do të drejtohet nga ambasadori Lamberto Zanier dhe do të përbëhet nga 12 ekspertë ndërkombëtar. Misioni do të vlerësojë nëse këto zgjedhje janë në përputhje me angazhimet e OSBE-s. Detyrimet dhe standardet e tjera ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike, si dhe me legjislacionin vendas. Gjithashtu do të monitorohen fushatat e fuqive politike, si ato fizike, por edhe ato që organizohen në rrjetet sociale. Nga gjetjet që OSBE do të zhvillojë në zgjedhjet e 11 majit do të hartohen disa raporte, ku njëri do të publikohet një ditë përpara zgjedhjeve, ndërsa raporti përfundimtar do të dalë 2 javë pas tyre. Para zgjedhjeve ne do të kemi 2 raporte, ku njëri prej tyre do të publikohet një ditë para ditës së votimit dhe do të paraqesë zgjedhjet kryesore. Pas kësaj, raporti përfundimtar do të përmbajë edhe rekomandimet përkatëse. Ambasadori Zanier foli gjithashtu për votën e migrantëve, duke theksuar se pjesës së monitorimit do t'i kushtohet një rëndësi e lartë, pasi numri atyre që janë regjistruar për të votuar është i konsiderueshëm.